Ndryshe në Top Albania Radio. Përshëndetje, mirë se vini në Ndryshe në Top Albania Radio. Si jemi? Nëse pak sekonda para transmetimit jemi okay, apo fillojmë tani, fillojmë në orën 8. Sa ndizet kjo e kuqe. Me thënë drejtën, po të shikoni Elonën, domethënë ju nuk e shikoni dot, po është nxirr, është bër. Po si nuk më shikojnë, po më shikojnë kanalin 10 në digital. Vetëm ti si ke. Ti nxikash. Se ka fillu plazhi Vera, jam shullu. Jam përthyer sot se kam marrë me seriozitet emisionin e sotëm, duke qenë se dy figura të rëndësishme që na vinë në këtë studio meritojnë një këmish me kopsa. Domethënë pas kam marrë si legendë sot, jo si legendë, por çik më sportiv. Gjithsesi përshëndesim gjithë ju që ndodheni për makina tash, sepse është kjo orar ku është pak vap me thënë drejtën, por gjithsesi trafiku është i shtuar dhe ne na bëhet mirë se na shtohet dëgjuesit. Po përveç asaj di shumë njerëz që janë në këtë mes qershori e tutje të kthyer në Shqipëri për plazh, janë këtu për pushime verore. Pra më të shtuar njerëzit në Tiranë, në rrethe, në plazhe. Shqipëria është më e madhe këto ditë. Mirë se vini në Top Albania Radio. Ky është programi më i freskët në botë. Më i freskët në botë. Nuk e di se bile mund ta madje, mëse bile është bile. Madje mund ta ngresh pak temperaturën e studios sepse është shumë freskët. Zot. Miq të dashur, ne fillojmë tani për të përfunduar në orën 20 dhe po thonim që sot kemi dy personalitete. Njëra vjen nga bota e gazetarisë, televizionit, ndërsa tjetri është një ikonë e muzikës, mund të them, po bëhet. Është një personalitet i artit shqiptar, është një figurë e nderuar, e respektuar që sa herë kemi parë si të dirigjojë orkestrën, apo të jap intervista, apo të jetë në talent show ku ka dhënë verdiktin dhe sot shumë këngëtarë në treg kanë marrë vulën e tij. Ne do të kemi kënaqësinë ta ndajmë studion sot me maestro Zhani Cikon. Zhani Cikon, me thënë drejtën, unë e kam njohur edhe kështu personalisht prej vllajt tim, ai ka vite me radhë që vjen në aktivitetin që është bërë në Elbasan, siç është Rin Festi, po ka filluar në Elbasan, maratona e këngës ka qenë. Sa e bukur. Do ta kujtosh sot me Zhanin. Festoi 30 vjetorin sot, domethënë. Edhe Zhani mund ketë qenë, po them, në 28. Qa thua? Sa i mirë. Edhe të rish me të në tavolinë është një kënaqësi shumë e madhe, sepse ai ka një bisedë shumë të këndshme, ka një sens humori shumë fin. Plus që ka një unë kam përshtypjen se do kem shumë emocione sot. Ka një kulturë shumë të gjerë. Do kem shumë emocione sot përpara tij edhe nuk e di. Vetëm mos ta qaj. Jo. Është më duket shumë përgjigjësues se intervista sot, po le ta marrim me sportivitet edhe do bëjmë më të mirë. Ti ke bërë përgatitet, se më ke thënë që jam përgatitur shumë mirë. Jam përgatitur se në fakt është Zhani Ciko. Kështu që ne do ta fillojmë të emision me një këngë që e ka zgjedhur DJ-u ynë i nderuar që nuk e shoh kush është. I nderuar dhe i respektuar Nxirë Kokon. Dako. Se njefti Dako. Po thashë se s'e më. Ore ndro numrin e syzeve, do t'i them Max Optikës, të ndrosh, shkosh bësh një vizitë okulistike që është fala. Po që ke drejti. Do shkosh ke Max. Shkosh te Max Optika. Është qetur me pandaj, nuk e di. Të zgjedhësh një palë syze të mira me numrin që të takon, edhe ti bësh hizmetin. E di unë që është Danko se e takova. Po mendova që ndryshoj do hy skerdi sepse është për ne. E tash mos i nxjerrim. Po edhe me që jemi te Max Optika, vizitoni dyqanet online në maxoptika.com, aty është koleksioni i ri, ka deri në minus 50% ulje dhe siç e thash, jo vetëm për bukurinë dhe për estetikën, për të patur syzet e koleksioneve të fundit, por edhe për të bërë hizmetin syve se duhet me i fresku në unë kam sa mirazhe të mira kur të shoh ty për shembull. Kam mirazhe shumë të mira. Kthehemi pas pak me Sonila Meço në Ndryshe në Top Albania Radio. Të lumë të goja. Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi tani, e mençur po, e bukur po, më e gjata po, më e sjellshme, komshia më e mirë që un kam. Më nuk di çfarë them un për Sonila Meçon që e du aq shumë, edhe që mua më thret Lule. Nuk ka faj, kryeministri kur thotë që janë ca prezantues, gazetari, influencerë që marrin para të pa deklaruara. Fol çfarë të dash para se ti. Sa më shoh që ti nuk shumë ke i kënaqur me shumën që të dash. Unë marr të gjithë në bank rrogon dhe din gjithë. Nga dalë madje ke ajo që dolën rrogat. U dashka të ta fus në bank, tu që të fillosh të balbilosësh për mua. Unë funksionon vetëm me bank, Sonila. Po na çmësoj ky sistem ose sa nëse me dëshirë do ta bëja. Kjo zgjidhje do vetëm një gjë, zgjedh
zgjedhje. Kush e ka hyri vet në politik, ndërkohë që ne kemi menduar intervistën më verore, më freskore, më Ja do ta filloj unë. A ta filloj unë me bion? Po. Të lutem. Se shton për ty. Ja ç'bën paraja e zezë. Të shtofshin. Sot kemi privilegjin dhe kënaqësinë e veçantë të mirpresim në studio një nga emrat më të spikatur dhe më të respektuar të medias shqiptare. Ju e dëgjuat dhe pat Sonila Meço. Një figurë me karizëm të jashtëzakonshme në ekran, me një zë të fortë në gazetari dhe me një prani që ka lënë gjurmë të qëndrueshme në hapësirën mediatike shqiptare. Sonila është padyshim prej vitesh sinonimi i profesionalizmit, elegancës në komunikim dhe analizës së thellë të realitetit, e njohur për stilin e saj të mpret, për mënyrën e guximshme të trajtimit të temave dhe për aftësinë për të sjellë vëmendje çështjet më të ndjeshme të shoqërisë. Ajo mbetet një nga zërat më autoritar dhe më të besueshëm në ekranin shqiptar. Sot, përtej studios televizive, kemi një bisedë më të afërt, më personale, ku do të zbulojmë mendimet, përvojat, reflektimet e saj mbi media, jetën dhe sfidat e kohës. Mirë se erdhe në studio, është vërtet shumë kënaqësi të kem ty sa herë gjenkomën edhe në për Sonilën këtë. A e di se sa po dhe unë, po a mund ta marr ta vendos në kornizë atë? Lekët ta vendos. Paret në të pistlën nëse. Sonila, Shqipëria shqiptare vdekje tradhtarëve, të pëlqen si shprehje? Shpreha është universale. Nuk të pëlqen si shprehje. Më pëlqen, është universale në sensin që kjo është tani kjo çështja e vdekjes, unë nuk e di kush është vdekja më e keqe, ajo fizike apo vdekja morale, vdekja shpirtërore, kështu që bëjmë një diskutim. Unë kam vetëm një moment që reflektoj se i me bi është në klasë të 9, edhe kishte provimin e historisë tani dhe kishin pikërisht periudhën e komunizmit për të provim. Pavarësisht skepticizmave që un kam në trajtimin e librit, po që nuk është vetëm faji i librit, sepse kjo kërkon një kolegj më të gjerë akademikësh, historianësh, studiosësh për ta trajtuar dhe për t'i vënë vendin e dur gjërave, por asaj bën përshtypje se si përsëritet disa herë fjalia që në kohën e diktaturës, pra diktaturës proletariatit, kur shpalleshin po themin e tradhtarët, armiqtë e Dheut etj, grupet armiqësore, ata shpalleshin njëkohësisht armiq të partisë, armiq të Shqipërisë, armiq të Adheut, tradhtar, dhe kështu që ai konotacioni i tradhtarit kur mund të ndodhë që i me bi që lexon historik të gjë dhe thot është e njëjta gjë se të njëjtën gjë kanë thënë për Musin e Kokalarin, të njëjtën gjë kanë thënë për sa e sa për grupin e mban mend të festivalit të 11 të artistëve që kërkuan dhe liberalizimin, edhe kështu që ne kemi një problem me termat. Domethënë termi është tradhtar. Jo, termi është tradhtar, është në rregull. Edhe problemi është ta vendosësh në kontekstin shqiptar, kërkon një katarsis shumë të madh me veten edhe por tash nuk është vdekja fizike ajo që shqetëson se sa si është situata në vend dhe jo vetëm situata politike. Domethënë ku jemi, si jemi, shohim protesta për çdo ditë, njerëz të tërë që janë ngritur dhe vetëm në Shqipëri, por edhe në qytete, kryeqytete të tjera europiane. Si në syrin e Sonilës, në këtë opinion, si vjen kjo panoramë tek ti? Në syrin tënd, se ti je edhe pjesë e gjës edhe Jo, jemi të gjithë në media, të gjithë jemi gazetare të gjitha. Shiko, Shqipëria, Tirana po flas, se edhe shumë mundësinë për të lëvizur, e kam shumë të ngushtuar këto vitin e fundit mundësinë për të lëvizur edhe në gjithë Shqipërinë, se e përqendruar në Tiranë me angazhimet personale dhe profesionale. Është bërë qyteti pa lumtur. Do thuash ti, po ku i ka qytet lumtur? Shkon në Londër, dëgjoj londinezët, shkon në Berlin, shkon në Paris. Të gjithë pa lumtur? Shkon pa lumturi. Por madje më duken shumë të vetmuar dhe të depresuar. Por janë pa lumturi të ndryshme. Pra, ne nuk jemi duke folur për atë pa lumturinë ekzistenciale në kufit e mbijetesës. Ne po flasim për palumturinë bazike, Ne po flasim për palumturinë bazike sepse është një qytet që nuk të shpërblen asgjë, megjithëse ti je qytetar i tij, megjithëse ti paguan taksa, rrit fëmijë, nuk je larguar për shumë arsye. E rrit fëmijën këtu, kujdesesh për prindrit pensionistë, shkon për ditë në punë, ndesh të njëjtin trafik, hyn në të njëjtat dyqane, ha të njëjtat ushqime, thith të njëjtin ajër. Domethënë, ne jemi kufizuar në ekzistencializëm në një formë të tillë që as
Nuk po them nevojat bazike, se ndonjëherë luan edhe pushteti me idenë që po pse njerëzit janë më të pasur, rritur standardi i jetesës. Jo, standardi i jetesës nuk matet që sot ke dikur haje vetëm bukë me djath. Sot i hedh anash edhe ullinj. Edhe ka djarin, po deshe se shoh edhe nëpër supermarkete, kush e di se ç'është. Problemi është ai ushqim që ha, sa i sigurt është. Ai ajër që thith, sa i kontrolluar është. Ato rrugë që ndesh, ai trafik është sepse Tirana po zhvillohet apo sepse është harlisur, sepse është çmendur, sepse është e pa kontrolluar. Pra unë jam duke folur për ato që janë bazike, janë të dhëna një lloj në Paris, në Kim. Jemi të pashpresë? Jo, ka arritur deri këtu dhe njeriu bën një pyetje. Pse arritëm deri këtu? Dhe shiko, vjen një moment, akumulimi është i pashmarrë, është biologjik. Pse u ngritëm ne në protestë? U ngritëm për Zvërnecin apo Zvërneci ishte pika e nisjes dhe pastaj të gjitha pakënaqësitë këto që ti rendite që ne i jetojmë çdo ditë thua ti. Përse jemi ne të gjithë në rrugë? Ne është fjalë e madhe, tani do ta identifikojmë ne secili. Unë them pse dalun, pse dalin 6000 si unë, pse dal se aty është një ne shumë e madhe. Vetëm se ka një gjë. Elon, pa asnjë lloj ngjyre dhe pa asnjë lloj anshmërie. Mund t'i vëm emër çfarë do lloj grupimi, ky ka dalë për këtë, ky ka dalë për një agent, ky ka dalë se ndjen, ky ka dalë se ka qenë gjithmonë kundërshtar, ky ka dalë se do të përfitojë nga situata. Një emërues e kanë të përbashkët. Që është ky model që ka zgjedhur Rama. Pra, me Ramën nuk janë dakord të gjithë, po jo me Ramën si individ, në kuptimin e individit. Gjithçka që ka nënkuptuar kjo erë, kjo epokë. Pra, po ti dëgjosh të gjithë, unë nuk kam dëgjuar, aty mund të kërkohet burg për Ramën, burg për Berishën, burg për këtë, të largohet ky, të hiqi gjithë klasa politike. Ama të përbashkët të gjithë grupet kanë këtë, që do të thotë. Aty mund të ketë dhe njerëz të infiltruar dhe nuk ka asnjë lloj problemi, nuk ka revolucion që nuk është bër pis. Biles mua më kujtohet shpreha e famshme, mban më 2013 kur duhet largohej Berisha me çdo kusht. Qelbësira bashkoni për ta hedhur. Pavarësisht se isha dakord me këtë qelbësirën. Po, dhe të gjithë qelbësirat të bashkohen për ta hedhur. Ishte shpreha. Të gjithë qelbësirat të bashkohen për ta hedhur. Dhe pavarësisht se ti mund mos jesh dakord, se unë për vetë jam për një betejë morale, por ky është fillli i përbashkët, që do thotë ja ka sjell në maj të hundës të gjithëve. Mirë, që mos bëjmë shumë politik. Pse ti Sonil? Ke qenë një nga edhe unë kam qenë adhuruesi yt që nuk e filluar. Kam qenë. Ti duhet të jesh akoma, jam akoma, I'm still. Kam qenë adhuruesi yt në këtë kohë. Në profilin, unë jam adhuruesi yt si Sonil gjithë jetën. Jo, ça gjëra duhen thënë, Salcano. Televizive më ke pëlqyer më shumë kur nuk bëj politik, po bëje show. Për shembull? Për shembull. Kë quan ti show, kë bëja show. Për shembull, Salcano përmend që ti e nise me sportin në fillimet e tua. Emisioni i parë sportiv në Top Channel mban emrin e Sonila Meço dhe Kolballa, mos e gaboj. Po ke në Agon Channel çka ka qenë? S'ke bër emision politik. Kontrata ishte politik, po, edhe politik. Edhe politik. Domethënë kontrata gjeti një zgjidhje shumë interesante të mua më pëlqen shumë që ti të bësh gjëra jo politike në televizion. Spektakël për shembull. Pse nuk e bën? Opinioniste në Big Brother si të rrinte ato kohë. Apo të rrinë mirë kjo, se më duket sikur je shumë afër ndër sa ke. Shumë bukur dhe unë nuk e di pse ndahen. Kush tha që nuk e bëj dot të dyja? Mua prandaj më pëlqen se ti i bën gjitha. Ashtu. Për të fare. Pra, këtë po themi, pse bën vetëm këtë? Sepse përpara se unë të jem, se Salcano ka diçka dhe të jemi realist. Unë kam qenë po them, që më mbyllin në televizionet ku isha dhe qesh ndonjëherë sepse të gjithë komentet që bëhen për çdo gjë që unë flas në emision për këtë, flas për ndotjen e arit, flas për ekonominë, flas për gjithçka tjetër të gjithmonë. Sonila, ti ke hallin e mbylljes së agonit. Do më vjen të qesh se them. Do vjen jo. Në çdo hall të mbylljes së agonit, në fakt u mbyll një televizion. Dhe ja, juve ju ka marr malli të më shikoni te kontrata. E se ka? Iku një ke para që është në sensin e humorit. Po e dyta, përpara se ti jesh Salcano, edhe prezantuese dhe e tjerë. Unë jam e bindur se cili jeni qytetar. Salcano ty mbyllet mikrofoni, shkon në shtëpi. Po, patjetër, gjithë jemi, po. Të hap Eriona veshët, kjo shtëpi na ri e vogël, na duhet një shtëpi më e madhe, ti nuk sjell rrogën në shtëpi, kjo rrogë nuk mjafton. Kjo s'ka ndodhur kurrë. Çfarë janë këto ushqime që nuk e sjell? Ç'është kjo? Ku do t'i çojmë fëmijët? Ku do studiojnë more? Shkolla private, publike, s'është një hall kemi mbas kësaj. Tani, unë kam ndier më shumë. Sepse u vura në Shënjestër dhe nuk është se zgjodha unë të vijem në Shënjestër. Unë qëndrova në pozicionin e qytetarit, nuk ka ndryshuar asgjë. U vendos si thua një pjesë e pushtetit u vendos kundra meje dhe mi ka vënë sinoret o Salcano dhe ti flet sikur unë kam qenë në një hapësirë lirie edhe nuk zgjodha. Dhe nuk zgjodha. Sinoret kanë qenë aq të fortë
E megjithatë edhe në këto sinor ka një pjesë të zgjedhjes time. Zgjedhja ime për të mbetur qytetar. Unë zgjodha, mund të zgjidhja të bëja spektaklin, por duke hequr dorë nga qytetaria, nga ajo betejë që unë kisha nisur dhe që s'ishte e imja. Dhe në fakt ja ku erdhëm, të gjithë kanë dalë pra s'pas ka qenë e imja. Dhe unë kam folur për të njëjtat gjëra që flitet sot në protest. Doli edhe me bi, me shokët e saj, 14-15 vjeçar dhe ata, dhe u thash sepse fotografoni pankarta kudo që t'jeni, se nuk doja të shija një protest si më pëlqen mua. Doja të shija protestën. Edhe i çova ata që kanë një sy të pagabushëm se të kishim menduar dhe ne këtë pjesë të parë të emisionit me thirrjet e pankartave që ti, po pastaj nuk duam të hym shumë në politikë. Jo, dua të them një gjë tjetër. Në ver. Pash pankartat, të gjitha dhe misollën. Kishin bërë një 100 sa foto. Elon, të betohem, ato gjëra për ditë në program kanë folur për aferat, për shpopullimin, për pamundësinë e studentëve, për cilësinë e ajrit, për cilësinë e ujit, për incineratorët, për gjithçka. Domethënë, ja ku erdhëm. Të thret më shumë kjo gjë domethënë. Nuk është puna se thret kjo gjë, nuk mund të jesh edhe në atë gjë dhe në atë gjë. Pra e lumtur në spektakël dhe kritike në përgjithësinë politike. Domethënë do jesh dhe qytetar, dhe në një farmasë është vokacioni yt. Domethënë vokacioni im është i tillë që unë edhe sikur nesër të bëj spektaklin dhe unë ti nuk do gjesh asnjë spektakël kur unë kam dalë, kur nuk kam bërë nga pak politik, po jo politik pushteti. Jam natyrë, ndoshta e kam gjarë gjyshi tim që ishte unë dua fliste në atë kohë dhe e psoj. Jo fliste, po kush është gjyshi? Jo, gjyshi im është njëri thjesht, emër Meço, nga pagria e Përmetit, po dhe ai nuk i pëlqente komunizmi. Përmetar, prandaj ja pra ja. Kuptua prapë se shkrova atë fjalën. Zë do Eriona kjo përmetar. Ke kohë pas të gjitha ti Sonil? S'është punë kohe, është punë dëshire. Unë kam vënë re që shikoj njeriu do pa i bën. E kundërta pastaj është ti vën një listë prioritare. Unë nuk jam për të bërë të gjitha. Do të bëj gjërat ku unë ndihem mirë dhe di ti bëj. Ne do ndajemi tani për publicitet, edhe do ta mbyllim këtë pjesën aktuale politike. Aq pak sa folëm. Ja, shikon se ta mbyllim fjalën. Po dua, si e parashikon ti, çfarë do të ndodhi? Korrik gushtator, çfarë do të ndodhi? Do vazhdoj. Elona, nuk di të them, po do vazhdoj. Kësaj radhe është serioze se thash, ky model ka lënë të pakënaqur edhe ata që e krijuan. Mirë. Publicitet, kthehemi pas pak do të mos hajmë aty në çit. Nuk të lën Salsano. Mësojmë pastaj Sonila Meçon ku shkon në plazh do. Fjala e lirë, fjala e lirë. Fjala e lirë. Mirë, bëj shpejt. Publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Jemi sërish bashkë me Sonila Meçon që dua ta di, është tip mali, deti apo shtëpie freskët kondicionerat? Mua më çoni ku të doni, jam njeriu më i përshtatshëm se kudo. Natyrisht gaforre dua detin, patjetër, po ke një shtëpi në mal, në Voskopoj, po? Në Darçës. Në sa korrik? 3 korrikse. 3 korrikse, jam më dietçi i dytë i gaforres. Me ascendent Luan dhe me hënën ujor. Zemra, Përmeti po. Atëre gaforre. Hëna po. Me ascendent sigjetar? Jo, Luan. Parashikoj. A ti? Bërëm se jemi shenja zjarri kemi të dy. Hënën more, hënën ku markesa, jo më intereson. Hënën e kam komshie, Hënën e ka tek Eriona. Çfarë të bën më shumë switch off nga gjithçka? E bën deti apo mali apo kjo kafja e gjatë pa telefon, qëndruarit me shumë gjëra më bën. Shumë gjëra më bën. Unë mendoj që ti nuk e switch ndonjëherë off. Je gjithmonë. Kam, jo, po s'bëra switch off. U doq sistemi, unë kam provuar një herë atë burnoutin, sepse mendoja që nuk bëja switch off, këto teoritë mbi grua, sepse nuk e ulur, nuk të ka zënë lagështir ende. Por në momentin që bëra burnout, po mësova një gjë tjetër, prioritizimin. Ore vër prioritete dhe po. Duhet të ndalosh, duhet të stakosh, se po nuk stakove, do digjesh. Më është fizike, biologjike, kimike, jetësore, eksperiencë gjitha. S'ke ku shkon. Po Salsano. Jo, unë kam pyetje politike, vazhdo ti me këtë verore. Vazhdo atë politikën. Vazhdo bëje politikën. Të ndikon ty televizioni që të heqi nga bindja jote? Mua televizioni, unë të rejsh televizioni.
A do të thënë prandaj? Jo, televizioni. Sa përgjigje e bukur. Kjo shpjegon, jo, nuk është televizioni, po kjo shpjegon kur mua vite më parë se tani vështirë ta thon, po kur më thoshin Sonila i ndron shumë shpejt televizionet, ç'është kjo etj. Kjo është arsyeja. Do të thonë unë në momentin që nuk i bindem dot asaj filozofie, nuk kam se bëj hasha, nuk kam shar asnjë televizion ku kam qenë dhe s'kam ndërmend ta bëj sepse janë në të gjitha përvojat kanë qenë fantastike. Në momentin që jemi ndarë dhe është normale, linja editoriale, grupi me cilin punon, kurse televizioni është aset që mbajmë ne dhe me thënë drejtën të fillosh edhe t'i kthehesh televizionit për atë që është. Televizioni nuk është vetëm linjë editoriale, televizioni nuk është pronarët për mua. Televizioni është dhe unë që vi nga familja e Top Channelit, se këtu jemi, më kujtohet, kjo ka qenë deviza kur unë kam nisur, se aty e kam mësuar televizionin, tamam, se s'ja kisha iden, po kjo ka qenë logjika, në fakt, e asaj kohë. Dhe ndoshta sepse ishim pak, ishte vetëm Klani dhe Top Channeli. Ndoshta sepse rriteshim të gjithë. Mosha jonë ishte me moshën e medias private, dhe ishte, nuk po them ky lloj idealizmi, po pasioni për ta mësuar gjën. Mandej me kalimin e kohës ndryshojnë pronar, ndryshon filozofi, ndryshon linjë editoriale, ndryshon gjithçka. Ajo që mbetet është ajo që kemi bërë ne kemi bërë televizion. Kështu që unë për veten time kam rëndësi për që nuk ndikosh nga televizioni. Kush këtu? Ke menduar ndonjëherë ti të bëhesh politikane? Asnjëherë dhe nuk hyn. Po pse ti je shumë i gjatë, mund të jesh kryeminist. Jo, ky është kriter për të mos qenë hajdut. Elona, mos e ngatro. Jo për të qenë kryeministër. Për të mos qenë hajdut. Jam aq i gjatë se nuk vjedh dot, më që nuk ulem për të marrë. Pyetje prej bjonde, ti je shumë i gjatë, mund të jesh kryeminist. Jo vetëm, unë mund të jem piktore. Unë mund të hap ekspozita në të gjithë botën. Por jo skulptore. Unë mund të jem shoqe me Macronin, mund të jem shoqe me Trumpin, po mund të jem shoqe edhe me Sorosin. Po pse dashur? Pse nuk jam, pra është, me sa duket nuk qen ka çështje gjatësie. Pra ja ku bie. Okej. A ke ndonjë? Megjithse jemi, shikoj, ju qeshni. Por Kur e ka ditëlindjen kryeministri? Njësoj me ty. Në 4 apo në 3 ka. Me Amerikën duket, me Amerikën. Pra nuk është as çështje shenje horoskopi. Pra as gjatësie, as shenje horoskopi. Po ti beson këto që thon shenjat për gaforet? Jo, unë kam kënaqësi që të vërtetoj gjithmonë që astrologët nuk ja fusin kot. Domethënë i përshtas me Sonçe, a ke ndonjë garë me veten psikologjike? Me veten gjatë verës, sa libra lexon, sa kilometra ecën, sa Jo, gara nuk bëj, po të thash Elona ka mësuar. Ky 3 vjeçar i fundit, ka qenë një 3 vjeçar. Mund të ngjaj klishe kur unë them i kam hyrë pak rrugës së spiritualizmit, nuk është ai spiritualizmi tipik që futet në një kornizë. Sa bukur? Është një lloj kthimi tek vetja, është një lloj ngadalësimi. Yoga, gjëra. Jo vetëm, nuk është yoga. Domethënë spiritualizmi është një zgjim i brendshëm, një ndërgjegjësim ku ti përpiqesh të zdruksosh ato cepat e egoizmit dhe të rikthehesh ke një dashuri e shëndetshme për veten, të mësosh të ndalosh, të frenosh, mësosh të shijosh, të jetosh me momentin, ta shijosh edhe këtë moment që flas, të ndjej edhe aromat që vijnë këtu, parfumin e Elonës apo erën që i vjen Salsanos. E kam parfum dhe e kam shumë të mirë. Bergamotja mund. Madje një vajzë sot kur u shkëmbë tha ua, sa mirë pas ke parfumin. Ashtu tha ajo. Bëj shaka. Ja ruajmë ne asaj. Të shijoj momentin edhe të vendos prioritetet. Cili është momenti yt më veror katastrofë që sot e kujton dhe qesh? Në një moment katastrofë i bukur apo katastrofë? I bukur. Se në Kosovar që katastrofë është i shkëlqyer. Do të thënë një moment kështu verua, kujtoj atëre kur na la avion, nuk e di, një i verës, Fani më mendoj. Fani. S'më kujtohet tani ndonjë gjë kështu që të jetë e jashtëzakonshme. Dhe tani që ma the, bravo, kjo më mungon. Kjo të ver, Elona Duro do të informoj. Kur ta shihni Sonila Meçon me parashut. E kam bërë dhe kam bërë. Po, ka qenë. E kujtoj tani. Po zon lieti mua pa përgjigje. Me pushime dhe ishte një aquapark, marrë si ishte më e vogël. Okej. Edhe kishte dëshirë të bënte këto, si quhen roller coaster, këto, si quhen në shqip, do na kritikojnë. Po do na kritikojnë në Malet ruse. Po jo, as malet. Po, afërsisht, po me det, në ambient deti. Jo, prit. Dhe shumë bukur. Ne shkojmë dhe ishte njëra që ishte goxha e vështirë dhe ngjitur ishte një tjetër shumë e madhe që shumë pak njerëz kishte aty. Në aquapark ishte kjo gjë? Pranë një aquaparku. Edhe ishte shumë gjigante. Ameris ishte më e vogël dhe natyrisht për eksperimente merresha gjithmonë unë se babi edhe një çik me barkun. Domethënë vazhdon me barkun. Ishte, është. Dhe ndërkohë
thotë Amarisit, i them Amarisit unë, e shoj thash mami, shiko, ti përgjithsisht Amarisit nuk i pëlqejnë gjërat që janë trend. Duhet bëjmë gjë. Thash shiko, të gjithë shkojnë këtej. A shkojmë në atje? Ishte skeptike Amarisi dhe për ta vërtetuar e keni të regjistruar, është hedhur në highlightin e Instagramit, kështu që nuk po gënjej, mund ta shohin të gjithë dhe të dallojnë. Dhe i them, Amarisi ishte skeptike. Dhe unë çfarë bëj? Shtati pyllë, mundja pyll. Pyes, i shikoj disa çuna aty, një 15-16 vjeçar, i pyes shumë me anglishtin time të përsosur. I thash, më fal, është e vështirë kjo, sepse unë thash vuaj pak edhe nga qapa, nga cervikala. Këto, sikletat të. Zonjë, është më e thjeshta që mund të keni. Madje do t'ikin dhe ato vujtjet që thua. Do kënaqesh. Okej, futemi me Amarisin. E marr, ulemi të dyja, mund ta shohin aty. Elona. Dhe gjëja më të mërshme ishte që Amarisi kishte ardhur për mua, dhe Amarisi dridhej, më kupton, dhe unë duhet të shfaqesha çdo gjë është perfekte. Ndërkohë sa bukur, dhe ju do ta ndiqni aty. Amarisi që duhet lidhur, mami kur mbaron? Ja për një sekondë, ajo vazhdonte, gjinte lart me një shpejtësi. Poshtë, unë duhet dhe të qeshja, dhe të isha e lumtur. O zot, domethënë kjo ka qenë nga përvoja dhe për ta besuar mund ta shoh. Është në Instagramin e Sonilës. Më kujtoi edhe mua Amalet Ruse ku isha në Amerikë. Që kur zbrita kështu, ose sa gjeopolitike kjo që the. Malet Ruse kur isha. Malet Ruse. Është po politikë dhe më akuzon mua, shish politik të ndyrshëm. Sa provokator. Flasim për gjërat vogla që na bëjnë të lumtur. Këto gjërat vogla që na bëjnë të lumtur. Ua pafund. Kush janë disa? Domethënë, shiko, ne e zëmja, mbrëm në darkë. Kemi një rregull, sado vonë që të jetë, unë kur kam qenë e vogël, vdisja për akullore, sot e kësaj dite. Dhe quat mes natës me ble akullore. Ashtu. Jo, nuk çojmë mes natës, po ne kemi shkuar në minutën e fundit biles deshu rrëzova, se ishte duke u mbyllur. Çepeni. Paketi që kemi te lagja. Jo, nuk e marrim kështu, marrim me kaush normal, po sepse un kam një mall të jashtëzakonshëm dhe babi më nxirrte të dielave, pa e ditur mami. Më blinte jo një, po 3 akullore. Edhe filloja un haja të parën 10 lekëshe, dytën 10 lekëshe, tretën 5 lekëshe. Ai ishte më e shishme, apo ishte voçkën. Edhe më kujtohet si tani vinim në qendër, edhe ka qenë pasticceria, edhe mbështesja ato hundën ke xhamin kështu. Që shikoja dhe babi e kuptonte dhe babi më shpjegonte më vonë edhe biles në ditët e fundit të jetës kur i rija shumë afër krevatit ishte akoma mirë, edhe atë kujtonte, thoshte se ato 30 dora kur afroheshin. Edhe më shikoi me cep të syrit që këtu ndaloj apo jo. Dhe unë si duket më ka mbetur kjo gjë dhe me Amarisin kudo që t'jemi, jemi duke u kthyer në shtëpi duke bërë një gjë, e kapi. Konja, dhe ai është një moment, Elona. Po them gjëra të voçkla fare. Kam bërë ritual me mamin një drek të voçkël të dielave. Shiko, njerëzit mund ta shohin si shumë kitsch këtë gjë dhe mund t'ju duket absurde. Jo, shumë bukur. Një moment që kthehemi shumë tek ata. Që njeriu, ja, është i me motora. Mund t'i them në intervistë se fet. A mund t'i them dhe unë Zhani Cikos se merr nga Gjermania. Jam live në një intervistë, Rezi të marr pak më vonë. Motra të përqafojmë. Jam live, po të përqafojnë edhe Salsano me Elonën. Je live? Jam live. Live. Live, ke ndonjë mesazh? Ke ndonjë mesazh për të dhënë? Atë nisem. Nisë shpirt. Nisë rez. Të marrë sa të mbaroj. Ka gjë me urgjencë, i lash. Se për këtë po diskutonin për gjërat e vogla që bëjnë të lumtur. Ja kjo, me motra në telefon, i lash, më thirr. Edhe ne me ju. Di se çfarë bëj, se jam në fakultet, po isha nis. Kjo është diaspora, është. Ja Sonila Meço, shiko ku je mama. Ja mama, se na. Sa bukur çunat, bravo. Ja, shikojeni tani. Unë jam duke mbaruar. Shikoni ka shumë pak njerëz, pothuajse fare. Shikoni Amarisin që më thot çdo 3 sekonda, "O mami, o mami." Po këtë kam bërë dhe unë pra. Unë kam kjo është. Nuk është ajo që thua ti pra, nuk hypte njeri aty, më beso tani. Unë do shkonte tensioni këtu, nuk e di. 20 me 12. Unë po qesh. Shikoj Amarisin si ka. Shpirti i vogël. Të lutem. Mami Meço. Do e bëje prap? Elona. Mami Meço. Do ta bëja, po me kushtin që një vit të isha rehabilitim. Fibromialgi, cervikale, refluksi, gastroezofagit, migrene. Sonila Meço, nëse do të jepje vetes një këshill në fillim të karrierës, në një ditë vere si kjo, çfarë do t'i thoshe?
Do të jepja vetes një këshill për çfarë? Në fillimet e karrierës. Në karrierë. Pra këtu ishte kusur vite më përpara në një ditë vere, se në verë bëhet gati sezoni i ri televizive, çfarë do i thoja vetes atë? Ndro televizion, mos rri më këtu. Jo. Do t'i thoja vetes më budallaç. Këtë qef që je duke bërë tani, bëj edhe kur Amari si të jetë 15, dhe kur të jetë 25, dhe kur të jetë 40. Se kanë filluar janë bërë shumë mama. Prit budallaçk, bëje. Një këngë vere që për ty është verë në 1 sekond. Ka disa, po prit. Relax, take it easy. E përshëndesim Sonilën me këtë dhe kthehemi pas. Se të përshëndesim Nikon. E përshëndesim tani për shumë pak. Ke qenë ndonjëherë misti, Sonil? Unë në shpirt jam vjershëm, asnjëherë more Salsano. Nuk është kriter ti je i gjatë. Jo, Miss Pallati për shkak ke qenë? Jo, këto konkurset e Missit fare. Është tani më Miss Lagja, kalon Sonila që merr makinën. Më kanë pagzuar shoqet e mia. Kemi hyrë tek pyetjet pa nivel, se këto të mijat ishin lart fare. Jo, s'kam pyetje pa nivel. Për pyetjet pa nivel. Çfarë ha zakonisht, Sonil? Çfarë ha unë? Ushqimi jot. Ushqimi më ka kushtëzuar refluksi, se për të qenë do t'i haja të gjitha. Kështu që për shkak të refluksit po. Jam e detyruar të jem e kujdesshme. Por ishe emisionet rivale tuat? Patjetër, çdo të rivale, si rivale. Unë shiko, unë jam në orën 6. Jo rivale në kohë, rivale në përmbajtje. Emisionet që janë të ngjashme me Shiko, jo ka një gjë dhe këtë kam qejf ta them, sepse Task Forca nuk është program debati. Ky është ndryshimi. Task Forca është një tavolinë ku vijnë njerëz të ndryshëm dhe unë e di për çfarë i sjell, në kuptimin që nëse trajtohet një temë, po them që ka të bëjë ku ta diun me spakun. Ti fton juristin, fton edhe një studios, fton edhe një gazetar, fton dhe secili thot vetëm po nuk janë në debat me njëri tjetrin, po mund të debatojnë absolutisht dhe ka shumë ngjarje dite. Pra kalojnë ngjarje dite, nuk është merret një temë dhe shterohet. Domethënë që e ke çik të veçantë nga tjerët, ëh? Jo, më nuk është puna, është i veçantë, sepse është i shkurtër, 50 minuta dhe ka shumë inserte brenda. Unë e freskoj me qëllim që ai që kthehet në shtëpinë atë orë, thotë, "Ore, çfarë ka ndodhur sot?" Edhe shef aty ke ty. Okej. Dhe është tek unë. Por i shoh emisionet patjetër që kush bën televizion duhet shoh. Sigurisht i shoh edhe me sy kritik, i shoh edhe me për të kuptuar anën tjetër, i shoh edhe për të kuptuar aty infiltrohen dhe agenda edhe jashtë dëshirës së prezantuesit, moderatorit e tjerë. Kështu që të ndihmon të kuptosh pak temperaturën, është si një lloj termometri. A ke pasione në jetë që si ke realizuar akoma ose që do doje të realizoje? Kush janë ato? Po, domethënë është libri që s'po vjen, që duhet kishte ardhur. Se më sa kam shkruar, do ta kisha bibliotekën plot. Po. Ndoshta është ajo, nuk mund të them perfeksionizmi im, nuk do ta quaja kështu, zameti, zamet quhet? Mukajeti, zameti, ismeti, ismeti e të tjerë me radhë. O Sonila, është ignorant një njeri që nuk lexon libra? Ignorant mund të jetë një njeri që lexon libra, këtu është çështja. Unë jam shumë kështu. Ky është problemi dhe të gjithë ne jemi ignorant në një fushë caktuar. Pra mungesa e dijes, jo e leximit, se leximi është një gjë dhe dija është leximi është pjesë e dijes, po. Edhe unë jam ignorant për shembull për këto make-up-et që gjërash. Në një fushë të caktuar. Në një fushë të caktuar ke make-up, se gjithë të tëra ky e di si bëhet arkitektura, ky e di si bëhet. Do dalë të bëj tutorial. Si fluturojnë avionët, gatuash? të tëra. Oj të gatuar. Vërtet? Njësh. Kam përshtypjen që s'di të gatuash. Deri para 5-6 vitesh kam qenë e angazhuar dhe nuk më dukej si nevojë e tjerë. Tani ke futur prioritetet? Unë jam në një anë mund të kem celularin duke u marrë me të ftuarit, në anën tjetër duke bërë shapkën gati për Amarisin me humor, në anën tjetër duke u marrë me mamin që ka nevojë për ndonjë gjë, në një anë tjetër duke dëgjuar diçka, dhe në anën tjetër patjetër ndihet një aromë këndshme. Ushqimi i cili edhe mund të digjet, po bëhet me shumë dashuri. Kam një batutë në një pjesë që po bëjmë tashti, edhe them që se luaj dhe rolin e një gruaje time. Është duke xhiruar një film Salsano. Jo, filmi është një pjesa teatrale dhe thotë që ne gratë bëjmë të gjitha, ne bëjmë të, kurse burrat nuk bëjnë dot dy gjëra njësoj. Edhe thotë dikush. 2 gjëra për një herë. Për një herë, thotë ja shohim futboll dhe pim birra. Po, dhe atëherë nuk e bëjnë, sepse kur kthejnë gotën, mbylli syt, është bërë gola e nuk e shoh. Edhe aty ku keni mundësi të bëni 2 gjëra në një kohë. Kush është gruaja më e bukur për ty në Shqipëri? Përveç vetes. Përveç Elonës. Faleminderit.
Është televizion po flas. Shiko, është shumë vështirë të thuash se jo, e para një herë që kam mikesha që janë më të bukura jo të Shqipërisë, po të botës. Nuk ka asnjë lloj diskutimi, një nuk e zgjedh dot. Domethënë, shiko, kemi të bukura, jo të bukurat e Shqipërisë. Yje kemi. Yjet e botës. Edhe jam duke folur edhe për gra që nuk janë atë group motion midis 20-30, i ke dhe 60 dhe 70 dhe 80. Janë të bukura. Po. Domethënë ti she atë. Mirë, kur të vjen në studio në një që ti se ke qef. Do të thënë që nuk e duron dot. Po Sonila nuk thret njerëz që nuk e ka qef. Jo, po pse jo që nuk e duron, se që nuk e ke qef, okay. Mundet nuk e duron dot si politikan. Po pse mos ta duron? Patjetër unë kam intervistuar të gjithë. Shiko, detyra e një gazetare nuk është pëlqejet më. Se edhe ne detyra, nëse unë përfundoj që detyra ime si gazetare flas, nuk kemi ke prezantimi i spektaklit, po dhe aty sigurisht ka një lloj kodi. Po nëse detyra ime është si pëlqejt gjithëve se jam duke bërë gazetarin. Kështu që ndjesi për shembull një problematik në studio. Ti e përcjell kollaj apo për shembull varet nga problematika, cila është? Problematikë që është i pa, nuk të dëgjon fare ty, bën debat, është i pasjellshëm, është ka ca gjë. Thotë ka mundësi të çosh edhe ti kësh? Jo. Se ke thënë kurrë. Asnjëherë nuk kam thënë dhe pyetje pa nivel jemi, kështu që mund të bëj çdo lloj pyetjesh. Mua më pëlqejnë pyetjet pa nivel se këtu ndallohet gjatësia. Se ke pyetjet me nivel janë relative, më duken edhe pak e shkurtër, po këtu edhe gjatë. Ku do jetë ver 2026? Në punë apo asnjë plan nuk kemi bërë sepse marrë se ka aprovimet e minimaturës. Shpirti u bë për minimaturën si ku ka. Kemi dy angazhime shumë të rëndësishme. E para të dalim mirë me provimet e minimaturës dhe e dyta është fustani. I bër pishman që s'ke bërë dhe një djalë minimaturës. Pishman që nuk kam bërë dhe një djalë. Apo një vajzë tjetër? Unë Sonila me këtë dashuri që kam unë për fëmijët dhe e din dhe unë merrem me fëmijët, nuk merrem pak, merrem shumë. Po, të gjithë është në një shkollë. Unë do të kisha bërë 7 ose 8. Mi po unë dha Marisin që bëra. Mirë që 3 muaj kalova se regjim shtrati, se u hollova, u bëra çdo gjë, më fal nuk e mbaja dot, edhe me zor, unë di kur kam vajtur në punë kisha rënë 12 kg, nuk më njinin. Domethënë ti ke shumë probleme, prandaj dhe kur e linda Marisin më ngacmonin me Halim Kosovën. I famshëm Halim. Edhe më ngacmon infermierët se Marisi lindi një gjë e vogël 3 kg. Si duket nga unë prisnin ndonjë tank, më kupton. 3 kg gjë e vogël. Gjë e vogël është vajza ime 1 kg. 1 kg. Po më shihnin mua Celsano, edhe çam mrekulli. Zemër, dritë syri. Edhe Sonila pasi ti nga ty prisnim tha ndonjë gjë thash mirë dhe kaq. Atë që kam kaluar. Dhe kjo më vështirsoi. E vështirsoi, por dhe lloji profesionit që kam. Tani Celsano mund të jetë dhe justifikim se unë shoh gra që kanë nga 5 fëmijë arrin t'i bëjnë të gjitha. Leta quajmë që mu ka jeti. Leta quajmë që nuk jam treguar efort sa ato. Po, e marr përsipër. Po do të kisha dashur jo djalë edhe një. Biles Halimi Kosova më thoshte që kombinimi më i mirë gjenetik realizohet nëse lind 2 vajza dhe 2 djem. Kjo është kombinim. Kështu që teorikisht kanë të drejtë. Unë edhe 2 djem pas kam, 2 vajza i kam, 2 bëjnë 2. Sepse ne u kënaqëm shumë me ty sot. Kaq ishte. Iku fluturoi, një orë. Edhe këto ma bët. Unë isha shumë e lumtur tek ju gjithmonë me kënaqësi, nuk është hera e parë, se ti Celsano e ke zakon. Jo, po Sonilas na ka ardhur asnjëherë. 2022-shin. Më i 2022-shin. Që nga 2022-shin videon, po. Kështu që i bie asnjëherë. Edhe ti s'ke dyshuar fare. Fare, po hiç. Jemi kombinuar dhe me ngjyra sot të dy, ndërsa me lënën me material. Po, ne do duam fort edhe nuk e di, ma mund të vim dot te emisioni ose ne do vini me latri. Për të kthyer borxhin. Me kënaqësi më të madhe. Po, na fto do vim. Po do vini. Mos më thoni jo po se si qyshtek. Po çdo flas Top Albania Radio. Nuk jemi në sezon do vim, po që në sezon nuk vim. Jo, tek Top Albania Radio un jam paspartu, që ta dini. Domethënë un ftohem, asnjëherë nuk kam dëgjuar asnjë porosi dhe asnjë merak. Absolutisht. Ato që do them dhe ato që jam. Kështu që paspartu e keni edhe tek syri dhe tek task force. Faleminderit shumë. Faleminderit që jemi tek ndeshja e kthimit. Ver të mbar të bukur putha marrë suksese me prodhime dhe për juve. Kthehemi në pjesën e dytë të programit. Vërtet kemi edhe një pjesë tjetër, ë? Kush është? Sigurisht, Zhani Ciko. Është profesor Zhani Ciko, është maestro. E kemi shumë cilësore. Sot emisionin e kemi me ty edhe përfundimit. E drejt, nuk të kundërshtoj dot. E dua po sa rido. Paguaj tani. Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi sërish bashkë në Ndryshe në Top Albania Radio dhe ky është një moment shumë i veçantë për ne se kemi
të ftuar absolutisht një personalitet të artit shqiptar, maestro Zhani Ciko është me ne sonte këtu. Mirë se erdhe profesor. Mirë se erdhe. Kënaqësi shumë e madhe, por ne gjithmonë përpara se të fillojmë intervistën, Elona bën një bio, një kështu përmbledhje të gjithë atë që mendojmë ne për juve. Faleminderit shumë. Dëgjoj sot Elona. Kështu që ju kam përshëndetur me këtë shkrim për ju. Emocionit tash çka kanë vënë kështu si. Ka një njeri me emocione në këtë studio, jam vetëm unë që jam rritur me ty, me veprat e tua, me çdo mrekulli që na ke dhuruar ne publikut, kështu që ndjehem shumë e vogël përpara jush sot. Sot kemi nderin të mirpresim një nga figurat më të ndritura të kulturës shqiptare, një emër që prej dekadash identifikohet me elegancën artistike, vizionin kulturor dhe përkushtimin e palëkundërt ndaj muzikës. Ai është ndër personalitetet që kanë formsuar jetën muzikore shqiptare si violinist, dirigjent, pedagog dhe drejtues institucionesh, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e artit ton kombëtar. Kur flasim për Zhani Cikon, nuk flasim thjesht për një artist. Flasim për një institucion të gjallë të kulturës shqiptare, për një njeri që ka edukuar breza artistësh, ka ngritur standardet e muzikës profesioniste dhe ka udhëhequr me dinjitet skenat më prestigjioze të vendit dhe jashtë vendit. Sot në studion e Top Albania Radio kemi privilegjin të bisedojmë me një njeri që ka dirigjuar jo vetëm orkestrat më të rëndësishme shqiptare, por dhe vetë ritmin e zhvillimit të kulturës son moderne, një personalitet që ka kthyer talentin në mision dhe pasionin në trashëgimi. Me shumë respekt dhe admirim, mirpresim njeriu që e gjithë Shqipëria e thret me një emër të vetëm, maestro Zhani Ciko. Faleminderit Elona. Si thuash, një përmbledhje asaj çfarë njeriu ka bërë në jetë, sjellë dhe përfundime që në fundit është ajo viza që është llogaria e jetës. Po janë shumë pak fjalë përpara asaj që ju keni. Jo, nuk ka nevojë për më shumë. Njeriu ato që i ka bërë në mënyrë të vetëvetishme, dhe kur ato gjenë një konfirmim të përgjithshëm, sigurisht që të bëhet qefi dhe njeriu këtu merr dhe barën për të mos gabuar në fund. Më bëhet qefi që të bëj qefi, po dua të pyes, a është hera jote e parë në Top Albania Radio? Ke ndonjë kujtim me Top Albania Radio? Po, unë jam një nga shkelësit që ditët e para që krijuesi i këtij rrjeti të fuqishëm Dritani, me atë modestinë e tij, vjen një ditë në barin e operës dhe thot, maestro thot, po vjen të shohësh diçka që nuk e di, s'besoj se ke parë. Ua, sa e bukur. Se kishe dëgjuar ti sa? Dhe shkova, aty më priti një në zyrën e tij që kishte pije, ishte e sistemuar mirë, kishte ca gjëra për që të vjen çike dhe në qef. Po patjetër. Dhe fjalë 97-ën, besoj. Po, direkt. Aty tek piramida. Piramida ku bëhet radio. Dhe pastaj unë gjitëm në ato shkallë një herë këtej, se unë piramidën kisha dashur ta bëj sallë koncerti. Edhe kemi bërë koncertet Odeon. Odeoni piramidës. Unë e vura Emin Odeon. Në atë kohë ishte Zerina Kuke punonte atje dhe drejtori zoti Dervishi nga Durrësi, i atij i regjizores Andja Xhunga. Agron Xhunga. Po, jo Agron Xhunga. Dervishi i ati, jo Vjeri. Okej, dakord. Ja. Edhe atje unë gjitëm pastaj sipër, pash studion e tij, më bëri përshtypje ajo gjyra e thellë gri që kishte, mënyra si ishin vendosur. Studiot e radios, radio ishte atë, s'kishte të gjëra akoma. Dhe ato ishin të gjitha të bëra me kështu bikerinin e këto ato sfongjeret e akustikës, ato pjesët e forta që janë të veshura me të nxjera, që ato nëpërmjet atyre ai maste decibelet, sa duhet të jetë këtu riverberimi, se gjithë problemi i studiove është duhet të ketë pak riverberim apo duhet të ketë më shumë, sipas gjinisë së muzikës, sidomos muzika kjo elektronike dhe sidomos pop, këto rrymat e tje, kërkojnë thatësi. Sepse ndryshe ju ftoi thjesht për ta parë apo edhe për ndonjë bashkëpunim? Jo, për ta parë, ai e dinte që radio televizioni kishte drejtimin e vetë edhe, por sidoqoftë si muzik,
patjetër që kishte dëshirë të më tregonte këtë, më shpjegoi sistemin e tij të zërit e çprisë të ai, i vinin shumë gjëra që them drejtën. A janë transmetuar ndonjëherë veprat e tua në Top Albania Radio? Shiko, në Top Albania Radio unë kam më vonë ne bëm një marrëveshje që u pranua. Për shkak të audiencës, ne filluam të transmetojmë, të japim të drejtën në kanali të festivaleve dhe Top Albania Radio. I transmetoj Top Albania festivalet? Në festivalin e këngës radio. E fundvitit, Po, kur në kohën unë kam bërë festivalin. Po, unë kam bërë festivalin 10 vjet. Kam qenë drejtori artistik i asaj që nga 89-90-ta deri në vitin 2003. Dhe gjatë gjithë këtij 10 vjeçari ka pasur raste që kemi të këto dhe koncertet që ne quajmë shtektimin e këngëve. Që këto që koncerti i Praverës, që fillojnë tjepës, vinim dhe në Elbasan, shkonim gjithandej që bërë si kështu tur, sepse jetë artistike e këtyre qendrave mbas në 10 ishte i varfëruar, shtëpitë e kulturës nuk funksiononin, ishin larguar njerëzit, nuk kishin pajisje, ishin shkatruar, ishin marrë mikrofonët e gjithçka. Atëherë s'kishte aktivitet fare. S'kishte, pritesh vetëm festivalit tonë, shikosh, ka që ishte gjithçka. Po. Këtu me që të kthejmë prapë tek Dritani, mos largohen shumë, ai më tha që unë do të bëj, tha, po ti çfarë do bësh, unë do bëj, po do të bëj krejt të kundërtën e festivalit që bëni ju. Do të bëj festivalin që bënte Top Festi, lindi Top Festi, pastaj sa bukur. Edhe atje kam qenë një herë në juri, më shumë sepse donte që domethënë të dëgjojnë një herë çfarë bëhesh atje. Të them të drejtën, unë i fokusuar midis muzikës shqiptare, klasike shqiptare, asaj tuaj, dhe festivaleve të këngës të cilët duhet ishin gjithë përfshirës, t'i pëlqenin si atij veteranit që kishte nostalgjinë e së kaluarës dhe rinis që kërkonte diçka tjetër, futëm edhe Kosovën, që ishte një ngjarje e madhe. Për parë që u zgjerua pastaj me Maqedoninë deri shqiptarët e Amerikës që filluan të vinë. Maestro, ne pa i ditur këto, se ne të thritëm për fundi i golemve dhe për karrierën tënde që duen net të gjata, dimri, me zjarr, me verë, me gështenja për të folur, po do ta përmbledhim të gjithë këtu. Pastaj, po më duket se keni qenë edhe në kohën e SSS Premtes mbrëma në Top Channel. Kur janë bërë në top. Po, ka qenë edicioni me Gjensilën, më duket diçka. Shiko, kur janë bërë atëherë, të them të drejtën, mos se duke sikur bëjmë me reklam tashti dhe nuk kam asnjë koncept tillë, nga pikpamja organizative ishin ethet më të mira. Gjigante. Ato. Absolutisht. Problemi ishte që nuk u bën vit të dytë, nuk e di pse. Nuk u rikthye më, por kemi shkuar shumë, kemi lëvizur, pastaj kam qenë edhe një herë tjetër, edhe në radion tuaj, kam qenë po rrallë, do më thënë kaq kështu që. Ja tani, duke mbetur tek ethe, do doja të më ndihmonte Mario, e kam shkruar. Sa i lumtur jeni, ose ç'mendim keni që i keni dhënë dritën jeshile dhe i keni thënë po këngëtarëve artistëve sot si Elvana Gjata, si Luizelli, madje unë kam shkëputur disa momente të tyre në. Ja. Po. E dëgjojmë audio, Mario? Nuk e dëgjojmë dot kështu. Po, e dëgjojmë. Attraverso la mia voce. Do vish. Direkt bravo. Do vish. Luizelli dritën jeshile për të ardhur dhe për të vazhduar. Gjithashtu është edhe video tjetër me Elvanën që këndon këngën e. Ka kënduar piano vjetër. Tani. Mund të shkojmë pak përpara me këngën. Vetëm një sekond për ta patur për efekt. Përshëndetje, kalimtar, veç pak muzik, veç një fat muzike kur të vjen nga larg,
Okej, mjafton, faleminderit. Çka ka thënë profesor Zhani? Shiko. Profesor Zhani, Problemi është ky, që detyrat tonë ishte të mërshme. Atje vinin shumë kanë ardhur, edhe kanë kaluar themi 1000 veta kishte që mbushë, kishte një pjesëmarrje. Dhe ne kishim detyrë thonim jo. Do vinin shumë pak. Po do të vinin shumë pak. Këtu gjithë puna ishte që sikur shkon ke dentisti ose të bësh penicilinën, që ka infermieri që kanë dorën e lehtë. Gjithmonë sekrese për të diskutuar nuk ishte. Por ne kishim një pakt midis nesh. Unë në atë kohë për shkak të detyrave mosësh isha dhe njeriu që kisha angazhuar të gjitha kolegij në punë, kisha bashkëpunëtorët më të ngushtë. Por ne vëmë këtë secili thot mendimin e tij, nuk komenton mendimin e tjetrit. Nuk e të drejtë. Cili është mendimi sot, profesor, për Luizellin, për Elvanën që shiko, ato u futën në karrierë. U futën në karrierë pas hetëve. Muzika e lehtë, po themi, shqiptare, e këtij 10 vjeçari o 15 vjeçari që ka kaluar, është mbajtur nga këta. Njeza, ky, tjetër. Është mbajtur nga ky brez që doli, sepse doli të përdorim një fjalë të konsumuar, të shtif bio. Bio. Do me thënë zgjedhja ishte bio. E kuptoj. Mirë. Sigurisht kishte dhe aty njerëzit janë dhe kanë mendimet e tyre. Dikush ngacmohesh, kishte lidhje se problemi është mos kesh dhe konflikt interesi. Po ecën mirë, ecën gjatë në Eurovision e këtej. Salsano, shkoputemi për pak publicitet? Po s'kam bërë si pyetje. Një sekond publicitet. Ja të pim çikuj edhe kthehemi. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ti nuk e theksuar dhe një gjë të rëndësishme. Tek ethet e së premtes mbrëmë. Të parat kam dalë dhe unë. Po ti si mendon ti që mund ta lija? Po si mund të unë jam çuar sot mëngjes dhe i thoja bashortit tim që do më sillte për në punë, thash po e diti që lidhjen e Salsanos me profesor Zhanin ka dhe marrë dhe ai dritën jeshile për të qenë këtë. Unë kam marrë jeshile vetëm se dua të pyes profesorin. Po zgjeja video me ty more Salsanos. E kam hequr. Sepse fitoni lekë të shire me video përshëndetje të gjeja. Por video ç'mendon për muzikën sot? Në krahasim edhe muzikën e lehtë, po dhe klasike. Po. Vazhdon muzika klasike të mos ketë kompozitor, kemi ngelur me ata të vjetrit sepse ti ke bërë dhe këtë operën e fundit të Nikola Zorasi. Mund ta vendosim Mario. Shiko, ka një gjë. Ne me qenë që unë jam një dëshmitar i gjitha kohrave. Do më thënë ca edhe për shkak të familjes që nga cilet kanë trashëguar këtë punë nga prindit këto. Ne kemi bërë 2 gabime. Kemi bërë po them vetëm historike janë. Për shembull, në kohën e regjimit të kaluar, kohën e monizmit, për shkak të prishjes së marrëdhënieve me vendet lindore, atëherë dhe lidhjen me shtetin e madh aziatik pra prishën me Rusinë edhe me këto lidhje me Kinën në një kohë të vështirë siç ishte koha e revolucionit kulturor ekstremist që unë kam qenë dhe në Kinë atë kohë me një ansambël dhe kam parë direkt do më thënë zhvillimet negative që po sillte ajo kohë, të cilën kinezët e braktisën shumë shpejt pastaj. E dënuan, e bën. Ne kjo na solli në konkluzionin që duhet heqim gjithë veprat klasike. Dhe një teatr, një orkestër radio televizionit, institucione tjera të dramës, të teatrit, që kishin shfaqur veprat e repertorit klasik madhore, kishin qenë të zonjat të marrin krye veprat dhe të japin edicione të mira falë regjisorëve, marrëdhënieve. U hoqin për një periudhë. Dhe kur unë shkova në opera, mbarova shkollën dhe shkova si violinist, atje u emrova dhe për një kohë të shkurtër madje u bëra koncertmaestri i orkestrës simfonike të teatrit operës. Atje në opera kishte 3 vepra që shfaqeshin. 500 artistë që vinin vërdall me operën e parë shqiptare Mrika, me baletin Alilia Iria, me një balet kinez detachmenti Kuqi Grave. Që këto 3, më vonë po bëhesh edhe një opera tjetër, u bë
pastaj u bë Opera Skënderbeu në 6, po domethënë këtu ishte dhe plesa tjetër e kontributit plotsoi me koncertet i qendrat e prodhimit, me fisharmonik, me një mikrofon përpara, me gjë që mendoj edhe këngëtarët lirik të gjithë pa përjashtim që shkonin në këtë qendra, të gjithë, domethënë, si është sot, profesor, situata? Dhe dua të them të fundit, që në këtë periudhë vendosën që unë të bëjmë drejtori artistik i Teatrit Operës në mos shumë të re, dhe një nga arsyet që e pranova ishte që të luftoj që kjo gjendje të të kaloj. Sigurisht nuk isha unë që vendosa për këtë punë, se kjo vendimi për këto ishte madhor dhe kishte arsye të tjera pse kishte. Por ama unë argumenti që dash ishte ai që u pranua. Pra, argumentimi tim ishte që ne duhet të bëjmë simfoninë e 9 Beethovenit në 200 vjetorin e tij, domethënë nga zero muzikë klasike të shkojmë ke vepra më e madhe, për të treguar që gjatë këtyre viteve janë ngritur shkolla muzikore, që në Tiranë ka 3 orkestra simfonike, që ka kore, që ka një divizje, që kemi solista, dhe këtë ne duhet ta tregojmë, ta kuptojë edhe bota që dhe vlerësojmë këto vepra. Dhe ky argumentim, ata e pranuan, a? U pranuan. Patjetër, kjo ndodhi në vitin 1970. Dhe pastaj u hap rruga për të bërë këto vepra klasike? U bë, patjetër kjo u bën dhe disa tjera ndodhen ngjarjet jo festivali këto. Nuk po shtrihemi në atë fos, kishte ndryshime të ndryshme që sollën edhe periudat vështira dhe në jetën tonë. Ajo ka qenë një periudhë e sa influence e vështirë, një periudhë që njerëzit, domethënë, kishin pas sigurinë, sepse ekstremizmi gjithmonë gjen atë. Po, ka pas u korrigjua nga vetë. Ka pas një që kanë prodhuar shqiptarët. Tani, ndërkohë filloi prodhimi i veprave shqiptare, gjë shumë e mirë, dhe në argumentimet që bënim në atëherë kur na kërkohesh mendim, pra donin ta ndryshonin, se ndryshe nuk kërkohesh. Edhe këtu unë isha nga ato të parët që u ngrita, dhe prandaj dhe më pëlqen mendimin tim, ishte ky që veprat shqiptare shumë mirë që bëhen, veprat shqiptare, por dhe të bëhen në të kohë dhe veprat përparimtare të kulturës, përparimtare botërore. Madje udhëheqësia së kohë, mbretëria aty tha edhe shekulli 20, që atëherë kishte vepra moderne, ka vepra përparimtare që ju duhet i veni në skenë. Po i detyrë. Maestro, të pyes, po nëse nuk do ishit bërë muzikant, çfarë do ishit bërë? A keni menduar ndonjëherë veten në një profesion tjetër? E di që ka nisur e di që babai juaj ka studiuar në Milano, atëherë prindrit të dy intelektual artistë mëdhenj. Para se të kthehemi për të thënë gabimin e dytë, po ta them se unë thash kur isha i vogël, sa mirë do të jetë kemi një dyqan vetë. Që ta hap kur të dua e ta vëll kur të dua. Sa e bukur kjo. Nuk të projektoj dot fare si shkurti mirë se radio e ka gabimin e dytë, po shkurti mirë. Gabimi i dytë ishte që mbas të 10-s kur ju u futët në jetën artistike, ne hoqim gjithçka shqiptare. Dhe mbi 10 vjet institucionet, po është kalim në një ekstrem të panevojshëm, se nuk ka vepër shqiptare që nuk është kombëtare së pari, që nuk është e mbështetur, pavarësisht nga talenti i autorëve, disa vlen më pak koha, bën seleksionin jo në këtë mënyrë. Dhe kjo është një gabim tjetër. Mjaft i madh heqja e këtyre për 10 vjet derisa në kohën që unë riktheva mas 30 vjetësh, po në të jetin muaj rastësisht drejtori i Teatrit Operës, po drejtori i përgjithshëm, në atë moment qeveria Nano Qishte vuri emrin Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit. Pra, detyrimisht do t'i kthesha veprave shqiptare dhe këtu korrigjova diçka që për mua më vriste ndërgjegjen. Fryti i këtij korrigjimi dhe i shumë të tjerave është edhe kjo premiera e fundit. Fundi i Golemve që ja tek e kemi me regji të një tjetër mjeshtri të madh si Nikolin Gurakuqi. Profesor, dirigjova po patjetër. Po mirë tash. Dirigjova 10 vjeç. Po. Dhe u bëvsh edhe 100, ti themi ne. A patë energjinë tu? Është e vërtetë. Shiko. Unë pata energjinë që të punoj 7 deri në 8 orë në ditë. Ashtu, a? Do me thënë 3-4 orë me artistat dhe 3 orë të tjera me veten time.
se veprat dëshmësuar, shumë e komplikuar, Nikola shkruan veprat vështira. Dhe ajo që më ka dhënë satisfaksion ishte që salla, dorëtrokitet e njerëzve që nuk mbaroni, s'kishte asnjë zhurmë, nuk piptinin. Dhe në momentin e fundit e kishte mbi 20 minuta dorëtrokitje çdo natë. Wow. Sa e bukur. Kjo për një gjë, sepse unë nuk mora ta dirigjoj se unë nuk kam një praktik të përditshme dirigjimi. Por, nga ana teknike, kam mësuar me atë praktike që ka bërë dhe brenda dhe jashtë edhe orkestra e trive. Ajo ka fituar, është e vetëm orkestri që ka fituar vetëm çmime të para, nuk ka asnjë çmim të dytë. Vetëm të para, summa cum laude. Në Vjenë, në Gjermani, në Ungari, në gjithë botën. Deri në Kuala Lumpur. Janë shkruar shpërndar. Janë shpërndar gjithë. Gjithandej, i kemi mbledhur këtu. Tash, problemi është ndërtimi i roleve muzikore, se ti do ndërtosh rolet e kësaj vepre. Ky që është tradhtar, ky tjetër që është heroj, ky që është i biri, ky është princi. Ky tjetër është ruan kështjellën. E këto vajzat, kjo është heroina, kjo tjetra ka hallin e fëmijës vet. Ti do i ndërtosh muzikalisht, ti s'ke disqet që fillojnë këtu e mbarojnë Alaska, të kësaj opere marrin skemat e dirigjimit të mësuar në shkollë nga profesorët e atyre ose stër profesorët e atyre që vini dirigjojnë tek ne. Ti do ta krijosh këtë gjë, do kulturë së pari, do njohje të letërsisë, do që fjalën e shkruar ti ta kthesh në muzikë me thekse që ka diksionin, do këto gjëra. Dhe këto gjëra përvoja ti jep me shumicë, përvoja njeriu që ka jetuar. Sa kohë tu desh për ta bërë këtë gjë? Kjo gjë, përveç asaj përgatitjes individuale që përpara, shkoj një 3 muaj punë. 3 muaj punë. A ka ndonjë vepër që e keni shumë për zemër dhe nuk lodheni kurrë prej saj? Po, ka disa vepra të cilat bëjnë pjesë në, si thua, repertorin tim çik të veçantë. Për shembull, po them nga veprat shqiptare, un kam dirigjuar 2 operat e para që janë moderniste për ta kaluar atë boshllëkun. Njëra nga kompozitori Ermir Degjini, një pedagog në Institutin e Arteve, dhe tjetra që është shkruar pak më vonë, po është ekzekutuar më përpara, opera Oira të Aleksandr Peçit mbi tragjedinë e Otrantos. Edhe këto kanë qenë eksperimente, vepra, sepse tingëllimi dhe format e përdorura nga autorët dhe gjinit për katse të muzikës klasike kanë qenë shumë të komplikuara. Dhe kjo është një provë. Nuk kam marrë të drejtoj për shembull shfaqje klasike. Traviatën, Lexina, ato mjeshtat bën dirigjentë të bëjnë. Profesor, se kam dashur gjithmonë të pyes, edhe kur shija kështu e vogël nga ekrani, dhe këtë punën e dirigjentit nuk është se e kuptoja shumë në vogëlsi. Domethënë, si dirigjenti pa folur fare, vetëm nëpërmjet gjesteve, disiplinës, vizionit, provave të shumta që ju bëni, jep një jetë një orkestër të tërë. Sa e vështirë është bëhet kjo? Dirigjenti është shumë lehtë dhe shumë vështirë. Për në parë, me një rëndor, a i mban ritmin. Me dorën e djathtë. Me dorën e drejtë, me shkopin, që ta shohin gjithë ato që janë lartë. Edhe një në Austri, kur unë drejton një këtë orkestër këtyre, më thot një nga fundi i korit atje, herë profesor, të lutem hape kraun, se nuk e shite shkopin ka një, e të ndë të gjatë atje këta. Hape kraun, me dorën e majtë, për nuancat, këndo më letë, këndo më fort, ti duhet të dalësh, dhe më thënë, është shumë e vështirë si shkojnë ato, nuk e merë vesh një, ju fare. Se marrë vesh pra, unë isha fitur. Me këtë tjetën ngrije pak. E kuptoj. Do të bësh sepse duhet i biri letaj që dëgjohet këngëtari ku është në fund skenës. E kuptoj. A ishte atje, Hajdini, në këtë opera ishte në majtë Kullës, atje dhe gjonin me shigje dhe këndon të atje, duhet të dëgjohesh. A keni ju një sekret për të krijuar këtë harmonin mes djetra artistëve dhe instrumentistëve me personalitetet të ndryshme, me vegla të ndryshme? Keni ju një sekret që ti harmonizosh të gjithë bashkë? Po, shiko, duhet, unë përgjithsisht kam bërë një pakt, me, edhe kur nuk e them, e kuptojnë, këta që kanë kaluar disa herë në përduart e mia, sigurisht që din shumë gjëra, tregojnë dhe Barcaleta, tregojnë dhe humorin që kemi bërë, se pa humor
nuk mund të bëhet. Por në moment të caktuar. Metër ka shumë humor. Ka humor, problemi është ky që pakti është ky. Ti respekton pavarësisht instrumentisti mund të jetë i fundit në një rresht ose mund të jetë me detyrë të rëndësishme në orkestër. Ti respekton punën e tij dhe ti je vënë për të bërë vërejtje. Jo për të bërë komplimenta, o sa bukur po i bini, ju jeni më të mirë në deri kombit. Që të përmirësohen, jo që të përmirësohet në moment e fundit. Arti s'ka fund. Pra, por nuk ke të drejti, thosh dhe i smerke veshe me lodhe, edhe të bësh, do ta respektosh duke i kërkuar llogari. Tashi, ka që e pranojnë, ka që se pranojnë, dikush thot edhe ky, Alana vjen ky në ky. A ka mbetur një gjë e pandryshuar në gjithë karrierën tënde që se ke humbur asnjëherë? Një gjë, se muzika, kohët ndryshojnë, vitet kalojnë, muzika evolon, instrumentistë ikin vinë. Çfarë ke një gjë që se ke ndryshuar asnjëherë? Tashi, mund të ketë shumë gjëra që s'ke ndryshuar, po ajo që vërtet është një farë precizioni të punës. Dhe të paktën me veten time të jem si thosh exigjent në fund. Dhe në momentin që unë nuk jam si thuash i mbritur në atë shkallë që do të dëshironja unë, të mos ju vej fajin të tjerëve. Po të shoh edhe problemet e tjera, si janë. Do me thënë, nga njerë nuk mjaftojnë provat, duhet më shumë punë, ti duhet ishte të organizosh në mënyrë që të mbyllësh, se po humbe në labirintin e notave dhe të ritme dhe partiturave të ndërlikuara, vepra nuk shfaqet. Dhe pra, ka një përgjithësi shumë të vështirë. Dëgjon muzikë tani klasike apo moderne? Çfarë dëgjon më shumë? Jo, dëgjoj nga të gjitha. Nga të gjitha, ha? Nga të gjitha, por jam selektiv për arsye se them mos targjoj kohë shumë thjesht për në kuptimin si për informacion. Mi interesojnë disa puna e disa mjeshtërve të mëdhej për shumë vite mbas daljes time në krijimtari të lirë, thonë unë jam në pension. Mbarova punë me ti që më jep për rrogën, kupton, edhe dal bëj çfarë dua, them çfarë dua, rri me çim të dua. A ju bezdis ndoj në këtë moment që ta them këtë, unë bëra me një televizion të vogël, relativisht po të nivelit kulturor të lartë, 145 emisione për muzikën klasike të huaj, shqiptare, histori, interpretet e saj. 145 emisione? 120 emisione muzikore me veten time, ku nuk i hynja asnjëriut në fushë. Në fund, po tani me një kështu, me që ti e marrë shumë me këngëtar edhe me talentet e reja. Si janë këngëtarët më të mirë tani, apo stekat e vjetra kanë mbetur ato që... Ato biot. Dëgjoj, është shtuar masa e njerëzve të instruktuar. Kjo është e vërtet. Dhe sot përvoja botërore dhe përvoja shqiptare merret në mënyrë shumë më të thjeshtë se çka qenë ato vitet që vetëm unë kisha ca disqe edhe tjetër një 4-5 veta që merret të tjerët s'kishin. Pra, domethënë kjo gjë ka ndryshuar komplet. Ka ndryshuar dhe hapësira artistike, është zgjeruar, mund të bëjmë vërejtje, kemi vërejtje, bëjmë themi gjërat, por e vërteta është që ka një jetë artistike të gjerë dhe njerëzit me një farë mënyre nuk jetojnë vetëm me punën në institucione. Sot sekreti është që të dish të menaxhosh talentin tënd duke mos mbetur pre e një kulture, themi, që këndon vetëm operën këtë tipe një në tjetër, këndon atë, po këndon dhe ka raste tilla, mos të se të thonë se do harrojnë dhe një do them në një, po ka raste artistës që menaxhojnë shumë mirë kohën e tyre, duke bërë siçka dhe në fushat tuaja. Pra, ky është realiteti tonë. Ti duhet ta provosh sot, edhe dalin në këtë krijimtarinë e lirë, domethënë të shkosh, të pratosh, patjetër. Kjo ka qenë ajo bindje time ishte kjo. Kur kisha ato nxënësa, kur kisha orkestrën liceut artistik që filluam të shkojmë jashtë shtetit. Bindje time ishte kjo, që ne
të përgatitemi këtu sa më mirë, si që ishim edhe përgatitur, dhe të qojmë kjo tjetë një orkestër pilot për të qarë në botë, të produksionit të bëjmë jashtë. Profesor, keni dirigjuar ndonjëherë në mendje, do të thënë si jeni në punë, po jeni duke parë një koncert, një shfaqje edhe me mendje orkestër. Nga një herë të shkom dora për një gjë. Sidomos kur shef që nuk ka një realizim shumë të mirë, të bën sikur ti bësh tak këtu. Po jam I bindur që dhe tjerë thonë kështu për mua. Prandaj ka një moment kështu fani që kupton në një moment bukur me humor që ka ndodhur jo dikur, po tani këto kohët e fundit ambasa, nuk e di, këtë një gjë që ose nga fillimet e karrierës. Të vjen përqeshur tani kur e mendon. Jo, po, në çdo fushë se perfeksioni dhe njeriu në rast parë kur bën humor duhet ta bëjë me veten e tij. Ky është ti e di shumë mirë. E di shumë mirë të ti e ke bërë me veten tënde, e ke bërë kështu, e ke bërë që flet me defekte, gjithë vetëm për të treguar që unë jam I tillë, po çfarë fjalësh I ke thënë Salsanos kur e dëgjove? Nuk kisha unë jurim. S'kisha? S'kisha, unë isha I ftuari. Ishe I ftuari. Jemi gati në fund, profesor. Jemi gati në fund. Nuk e di, unë dua ta di si janë verat e tua, ke një vend që shkon të pushosh, ku është freskët me familjen tënde. Familja jote e juaj është e madhe, profesor? Jo, familja time është një çift. Jemi të lidhur, jemi Rudinën, edhe kemi pasur edhe në prind afër që ka kaluar jetën me ne. E pastaj rreth tjetër, kuptohet, edhe shoqëror. Unë verat, sidomos, ka gjithë vite që kam një shtëpi që kam bler me kursimet e mia në Vlorë, para shumë bukur. Dhe shfrytëzoj plazhin e Vlorës në zonën më të mirë. E Nartës. Në zonën e Nartës. Kështu që kanë zbuluar shumë vonë. Paske një jeti aty që bën plazh. Unë atje, sepse atje është një plazh I mrekullueshëm. Bukur është natyra jashtëzakonshme. Natyra, ai deti I pastër dhe bëjmë një regjim ditor që shkojmë që në mëngjes atje dhe punë parë futemi në det. Sepse bukur fare, jo di kripa. Fresku I mëngjesit. Ajo është atje, bëjmë pastaj ato xhirotona, pim ato kafen e miqësisë, ka njerëz që frekuentojnë atë kohë edhe që miqësohesh, kam shumë miq. Perfekt. Kam shumë miq. Kështu do vazhdoj kjo gjë më bukur. Po presa ti më rëtjerë, do shkojmë atje, patjetër. Është një pastërti, mbajnë pastër shumë edhe domethënë Vlora është tjetër kjo, Vlorë këtu. Shumë bukur. Është e fisme. Profesor, kur zgjoheni në mëngjes ose kur fini në darkë, vendosni, ngrini pak, vendosni muzikën klasike për të dëgjuar apo kafen edhe nisdita apo një çaj dhe mbyllet mbrëmjen? Jo, mbrëmjen të them drejtën tash jemi në krahët e televizionit. Shohim ndonjë film. Po Big Brotherin e shef? Po, e shoh. Shikon! E shoh në larg. Opinionist e Big Brother këtë vit, profesor Zhani Ciko. Faleminderit që ishe me ne sot. Për sezonin e ri të teatrit, të operas dhe baletit, nëse mund të themi diçka apo është ende larg shtatori? Nuk e di. Nuk e din akoma, s'ka kalendar. Në porti ke të drejtë. Ky është profesion të lirë. E di, po. Ky kalendar mbaron te këtu. Që është I miratuari, po them vetëm një gjë që atje është një drejtor I ri që unë kam njoftur që në Vlorë Aulonaci, I cili nga që është kompozitor është ai që korrigjoi diçka shumë të madhe dhe bëri të mundur që dhe një vepër se kjo Fundi I Golem, domethënë të jetë vepër e goditur të tërheq publikun dhe në momentin e dur të jetë e suksesshme. Domethënë kam përshtypjen se do keni një rikthim ju në sezonin tjetër. Me këtë shfaqje. Me këtë shfaqje. Po kjo është një shfaqje që do të ngelet në repertor. Ska pse e kanë bërë bukur në skenë me dekore, me kostume shumë mira. Ndër specialistët një staf. Perfekt. Faleminderit shumë maestro, ishte kënaqësi dhe emocion shumë I madh që ne të kishim sot në studio. Ne kishim çik më shumë kohë, po kështu e ka radio. Kështu e ka radio, vrapon. Sot kur leca gjëra pa thënë ose pa I parë,
Do vish prapë. Të presim edhe të paqim. Faleminderit shumë edhe. Ne do të takohemi të martën tjetër. Të martën tjetër në ndryshe. Besoj do jetë edhe java e fundit. Java e fundit e ndryshe në Top Albania Radio, po edhe një rrugtimi gati 1 vjeçar. Faleminderit që ishit me ne sot. Natën e mirë. Pacim.